Debati i fundit që po zhvillohet sot në Shqipëri është për stadiumin Loro Boriçi në Shkodër. Pra, ky stadium është bërë moll sherri mes Bashkisë dhe Vllaznisë. Edhe për të dhënë mendimin tim në këtë rast, desha të them diçka. Që shiko, stadiumi në Shkodër është një vend shumë i rëndësishëm, është një vend emblematik. Stadiumi edhe teatri janë, si më thon, arti dhe sporti janë dy shtyllat që majnë Shkodrën në këmbë. Shkodrën, domethënë historinë e saj etj etj. Mjafton njëra prej këtyre dy shtyllave të mos jetë ose të lëkundet, edhe Shkodra lëkundet. Pra, arti dhe sporti, dhe konkretisht stadiumi dhe teatri. Gjithmonë ka patur harmoni mes artistëve dhe sportistëve në Shkodër. Kjo është taksative dhe kjo s'ka ndryshu kur, sa e njoh unë atë qytet, kur sportistë dhe artistë kanë pas gjithmonë harmoni dhe kanë shku shumë mirë. Tani jemi në një debat se bashkia do t'ja jap për një koncert këngëtarit ton të madh Bujar Qamili, për cilin sigurisht gjithë kemi respekt edhe është një përfaqësues i denj i qytetit i artit dhe kulturës së qytetit Shkodrës në gjithë Shqipërinë, dhe për këtë s'ka asnjë dyshim dhe askush nuk kundërshton një koncert të Bujar Qamilit, por nga ana tjetër Vllaznia ka drejt sepse stadiumi i duhet, sidomos në këto momente që ajo është përpara kupave të Europës. Sigurisht i duhet fusha, i duhet ambienti, i duhet çdo gjë për stërvitje e kështu me radhë, për përqendrim e kështu me radhë, çon si ka. Por duhet kuptojmë diçka. Stadiumi si fillim është bërë me lut futboll. Dhe masnej nëse ka mundësi mu shfrytëzu edhe për koncerte, për çfarë doni tjera. Por si fillim është për futboll. Nëse futbolli e do stadiumin në këto momente, do ta ketë futbolli. Nuk mund ta ketë arti. Dhe se imagjinoni për një moment, sikur të vinë futbollistët e Vllaznisë dhe thonë, a di çfarë do ta bëjmë ndeshjen në skenën e teatrit Migjeni, dhe le të dalin aktorët jashtë. Sigurisht do ishte një gjë pak e çuditshme, sepse teatri si fillim është për artistët. Stadiumi si fillim është për sportistët. Pastaj në momentet e tjera kur s'ka asnjë lloj aktiviteti sportiv, mund të shfrytëzohet për çdo gjë tjetër. Tani unë shpresoj që të gjende gjua përbashkët, sepse e thash në fillim, artistë dhe sportistë në Shkodër gjithmonë kanë shku mirë, gjithmonë e kanë gjetë gjuhën, gjithmonë kanë qenë si thosh në harmoni të plot me një tjetrin. Shpresoj ta gjende kësaj radhe dhe të mos jetë moll e sherrit një nga dy shtyllat e thash kryesore në Shkodër, që është sporti. Pra mos harroni, sporti dhe arti janë emblemat e Shkodrës, janë personifikimi i Shkodrës. Drejtimisht stadiumi edhe teatri. Kështu që le t'i lëm të paprekura nga këto sherret dhe shamatat tona që kemi brenda për brenda. Stadiumi për momentin i takon Vllaznisë, të vazhdoj Vllaznia të luajë dhe inshallah na përfaqëson ashtu siç duhet në Kupat e Europës. Kurse për sa i përket koncerteve, jo një, po 8.000 koncerte të bëj Bujar Qamili, do isha shumë i lumtur sepse është një nga këngëtarët më të mirë që ne kemi. Kaq kisha. Faleminderit.